Përshëndetje, mirë se vini në Living Room, por ne sot kemi dalë nga saloni yt klasike dhe tradicional biseda me ta dhe jemi vendosur në pikën më të bukur në kryeqytet për aktivitetet e organizimet sportive dhe sigurisht që ka një arsye të madhe për këtë. Sot, syt e gjithë botës, e di madhe i vogël që janë të vendosur tek ajo që është kryefjala eventi i vitit, eventi sportiv i vitit, finalja e Champions League që do të mbahet në Munich të Gjermanisë, dy skuadra, Paris Saint-Germain dhe Inter. Ky është një event sportiv që është transmetuar e transmetohet ekskluzivisht nga Vision Plus dhe Tring dhe sot kudo do të jetë një festë e madhe. Sigurisht që edhe ne të Living Roomit donim një pjesës të vogël. Për këtë arsye jemi vendosur në Arena Center, ku Vision Plus ka menduar edhe për festën, përveç se për ekskluzivitetin e kësaj ndeshjeje. Dhe siç e shihni, jam në prapasken, jam në backstage, është organizuar një event special. Edhe kamerat më ndihmojnë të shihni që ka shumë karige për të akomoduar dhe mbi të gjitha ekrane të mëdha që të përjetoni gjithçka ashtu siç duhet. Jeni të gjithë të ftuar, ju që na shihni e na ndiqni në këto momente, të bashkoheni këtu për të shijuar diçka e për të bërë gëzuar për skuadrën tuaj të zemrës që uroj gjithashtu të jetë edhe fituese. Por duke qenë në Living Room, patjetër që ne nuk mund t'i lëm anash ato bisedat tona të këndshme me miqe të ftuar dhe mua po më presin në një kënd këtu të improvizuar. Jam e bindur se do të ketë biseda që do të zgjojnë interesin edhe kureshtjen tuaj. Ndërkohë, regjia më ndihmon paksa me disa plane e pamje atmosferë, sa që unë të bashkohem tek paneli që po më pret me shumë dëshirë për të treguar së pari edhe për cilën skuadër bën tifo sot. Përshëndetje, mirë se ju kemi gjetur, duhet të themi, se mirë se erdhët ju them kur vini në Living Room në Vision Plus, jemi në Arena Center dhe është kaq bukur gjithçka sa është krijuar këtu. Miq të dashur, jam me drejtoreshën e marketingut Arena Center, Beatrice Bogdo. Përshëndetje Bruna, faleminderit edhe mirë se na gjetët në këtë rast, meqense dhe na the. Dhe Hajri Veçani që është menaxheri Macron dhe Sport Box. Do të flasim ndër të tjera patjetër edhe për bluzën tonë të bukur të kombëtares, që ka kaq shumë elemente, na bëjnë vërtet krenar që në pamjen e parë që e sheh. Kemi edhe 3 fëmijë të këndshëm të bukur. Mirë se na keni ardhur dhe sa mirë, ku ka më bukur se kaq që t'u veshim panellën atyre që janë edhe adhuruesve dhe fansave të zjarrt të kombëtares shqiptare. Por përpara se të shkojmë tek bluza që edhe të kjo fanel që vërtet duam të dimë të mësojmë shumë për të, le të flasim pak për Arena Center, vendin ku jemi vendosur sot për këtë event special që organizon Vision Plus dhe Tring. Sigurisht që festa nuk zhvillohet vetëm brenda fushës gjelbër apo tifozëve që janë përreth, edhe duhet ta themi që ka qenë një çmenduri e vërtet me tifozët për këtë finale të madhe, por edhe në ambiente të caktuara, siç është kthyer në një destinacion Arena Center. Po, patjetër. Sepse mund të gjesh gjithçka këtu. E vërtet, në arena mund të gjetë gjithçka, kemi çfarëdo lloj tipologji biznesi, kemi dyqane të ndryshme, kemi food courtin me shumë biznese të tjera. Patjetër që dhe Macron është pjesë e jona, kështu që ja vlen të përmendet. Kemi vendosur që të bëjmë një event vërtet veçantë dhe mendoj që ishte diçka shumë e bukur si realizim dhe besoj se do dali diçka shumë e bukur deri në fund. Ka patur goxha interes dhe shumë kuriozitet të kalimtarëve dhe të atyre që po organizohen për të qenë pjesë e spektaklit që fillon pak pas programit ton, i cili është live, siç e shihni. Patjetër që ekranet e mëdha janë një joshje e menjëhershme e tifozave të sportit, po veçanërisht të futbollit, edhe ekranet e mëdha nuk mungojnë vazhdimisht në Arena Center. E vërtet, nuk është event i parë, mund të themi që ndoshta ky është një nga eventet më të mëdha që kemi realizuar ndonjëherë, kështu që ja vlen të falenderojmë Vision Plus dhe Tring që ishin pjesë e këtij organizimi.
Ne siç kemi krijuar këtë fanzonin, kemi edhe në krahun tjetër një hapësirë dedikuar tifozerive të ndryshme. Këtu kemi një hapësirë më të dedikuar edhe për fanklubin e Interit, pra Inter Club do jetë pjesë e këtij eventi. Kemi një VIP zone që është ajo ku ne ndodhemi aktualisht, që është pranë Tera, që gjithashtu është pjesë e Arena Center. Pra kemi një larmishmëri sot tifozerish e shpresojmë që gjithçka të jetë perfekte. Kur thash në kryet herës që këtu mund të gjesh gjithçka, është e rëndësishme të organizohesh me miq, ashtu siç ndodh për herë, me familjar, dhe ta shoqërosh me ato ushqimet e duhura dhe me pijet e duhura. Ne kemi shumë hapësira të tilla, kemi një, siç tham, pjesën e food cornerit që ndodhet në krahun tjetër, por gjithsesi kudo rreth Rrotull Arenës mund të gjendet gjithçka. Nga fashioni, edhe ne sot na është mundësuar veshja pikërisht nga një pjesëtar i Arena Center. Të lutem më lejo të falenderoj Marela, dhe po e falenderoj se ç'duhet se e meriton të gjithë vëmendjen. Faleminderit shumë për kostumin tim, por edhe për veshjen time sot, kështu që shumë faleminderit patjetër. Mendoj që për sa i përket arenës në përgjithësi, po edhe eventit në veçanti, gjithçka duket shumë bukur për sot. Do donim shumë të flisnim edhe për sa i përket fanellave të kombëtares për vëmendjen që meriton fanella e kombëtares, e cila e ka bërë debutimin e saj të parë, ka patur kaq shumë kuriozitet për fanellën e re të kombëtares, për ato simbolet që kaq bukur janë harmonizuar, disa janë bajtur e të tjera më lejoni që të bëj një përmbledhje të pjesërisht të punës tonë ndër vite. Domethënë ka qenë një udhëtim i gjatë për ta arritur deri në këtë pikë kulminante. Ne jemi prej 20 vjetësh gati në treg me një gamë të gjerë markash ndërkombëtare, nga më të njohurat. Domethënë që nga ato europiane që janë ikona e sportit, domethënë. Gjithashtu edhe markat më në zë amerikane, siç janë Under Armour, Skechers, Macroni është pjesa më e rëndësishme e jona, do vim pak më vonë aty, por duhet të thënë që kemi qenë gjithkohës, domethënë duke ndjekur pritshmëritë e klientëve, pritshmëritë, domethënë kemi qenë hap pas hapi, jemi përshtatur domethënë klientelës edhe kohës që jetojmë. Që prej vitit 2015, në mos gabojmë, ne kemi marrë përfaqësinë e Macronit për Shqipërinë dhe Kosovën. Dhe nga ajo ditë kemi punuar fort, siç ju na njihni tashmë. Në hapat e parë, sapo prezantohet në Shqipëri, Macron arriti që të nënshkruajë kontrata të rëndësishme me klubin Tirana si fillimisht. Sepse Macroni ka në filozofinë e vet një tipologji, domethënë që i përkushtohet totalisht sportit dhe pikën e saj të fortë ka domethënë dedikimit në element të veçantë për sa i përket qoftë ekipeve të caktuara, por që edhe kombëtarëve, kur bëhet fjalë si për kombëtaren tonë. Dhe në 2016, siç e dini, domethënë ne ishim augur i mirë për kombëtaren, sepse u bë një kalim komplet shumë i rëndësishëm dhe revolucionar, duhet thënë, nga një fanellë ndoshta pak shumë klasike, vetëm me një logo, erdhi me një dizajn komplet ndryshe, domethënë komplet e përpunuar me element totalisht shqiptar, totalisht domethënë që ishin simbolik, autentik shqiptar. Që na përfaqësonin dhe jo vetëm të dukshëm, por edhe simbolika shumë të fuqishme që përfaqësuesit e Macron i kanë prezantuar dhe më pas të gjithë ne i kemi vlerësuar shumë. Është momenti që ta shohim më në detaje e të flasim për të gjithë elementet e fanellës. Përpara se të kalojmë të shpjegojmë pjesën e europianit, se ishte një pikë e rëndësishme. Të lutem, me shumë kuriozitet. Sa po filloi europiani, ju e dini që kishte vëmendjen e shtuar edhe prej ngjarjeve që patëm në atë kohë, edhe domethënë tifozërive të shumta, por Macroni arriti si thosh që të krijojë një mundësi të re dhe tek tifozët, dhe me bluzën që zhvilloi u realizua një bluzë ikon, domethënë, edhe u bë simbol i gjithë Shqipërisë, jo vetëm brenda futbollit, por edhe jashtë, domethënë, ishte një suvenir shumë i bukur për t'ia dhuar dikujt, qoftë edhe jashtë, miqve që vinë në Shqipëri, por edhe domethënë dashamirësve tan jashtë Shqipërisë. U kthye në
një simbol për komplet kombin ton. Edhe është shumë e rëndësishme sepse përmban element vërtet, domethënë zemre, si thosh emocione zemre. Ka një slogan shumë bukur aty te bluza që vazhdon të jetë prezent, Shqipëri më jep der. Edhe ne kemi fatin që kemi edhe lojtarë shumë të mirë, luajnë me zemër, me pasion, edhe ata ndihen krenar normalisht për Aq shumë fanellën e kam vlerësuar dhe kam pëlqyer këtë element edhe isha shumë kurioze nëse do të ishte në fanellën e re të Kombëtares dhe sa mirë që ju keni vendosur që të jetë sërish. Do të surprizoj, siç e ka bërë deri tani. Dhe në vazhdimësi, siç e dini, domethënë ne kemi vazhduar me panellat e Kombëtares vit pas viti. Domethënë kanë qenë pjesë të ndryshme. Në fillim ka qenë pjesa e shqiponjës, e dukshme në pjesën ballore. Po. Element të dedikuar në përgjithësi. Nëse mund ta përshkruajmë edhe tek këto janë bluzat e fundit që pjesa e Kombëtares stërvitet, stërvitoret. Aha. Blini, të lutem, nëse mund të çohesh, të lutem. Okej, edhe e shohim, na ndihmon edhe kamera. Por ka mbrapa të shkruar ndërkohë edhe Hajri na i prezanton aty konkretisht. Nëse mund të kthehesh mbrapa, do të ta fokusoj. Po. Për herë të parë është vendosur dhe Shqipëri në gjuhën shqipe, domethënë për ta rritur dhe për t'i dhënë një dimension tjetër dhe gjuhës tonë shqiptare. Bukur. Përveç se gjithmonë ka qenë Albania, ndërsa këtë radhë është shënuar Shqipëri, domethënë në gjuhën tonë. Blini, do të qëndrosh edhe pak, se ka shumë elemente, nuk është vetëm kaq. Kjo është bluza e stërvitjes në fakt. Bluza e lojës është komplet dizenjo fantastike, është tjetër gjë, domethënë. Siç e keni parë në ndeshjet e para që është prezantuar, ka element shumë muajit mars. Po. Ka element shumë autentik dhe shumë të gjetur, domethënë që na përshkruajnë komplet atë gridin ton si komp, domethënë elementet siç e kemi ne për shembull shpejtësinë guximin në fush, domethënë aty ka element për shembull shqiponjën që është si nga shpendët më të shpejt, domethënë Pra është shqiponja. Po, shqiponja, element të kemi ti Shqipëri më jep nder. Po. Është shqiponja. Pjesa ka një dhelpër për të përcaktuar dinakrinë e çunave në fush, domethënë se si do manovrojnë në situata të caktuara. Ka një lepur të vendosur të dizenjuar gjithashtu që është për shpejtësinë që çunat duhet të tregojnë dhe si thosh që pasioni që kanë domethënë për arritur qëllimet e tyre në fush. Ka shumë element domethënë që bën krenar të gjithë shqiptarët. Bluza e dytë edhe e tretë e Kombëtares. Edhe ato gjithashtu do të vjojnë të jenë ngjyra e zezë, ngjyra e bardhë apo jo? Po, patjetër. Janë e para normalisht është ngjyra jonë e kuqe, më simbolike. Faleminderit Blin, mund të ulesh. Pastaj është edhe bluza e bardhë dhe ngjyra e zezë, në bazë të ndeshjeve që zhvillojmë me skuadrat e tjera, domethënë në bazë të Po, do të vjojnë të jenë ato ngjyrat e fanellës Kombëtares për bluzën e dytë edhe të tretë. Për të gjithë ata adhurues të uniformës së Kombëtares, dhe besoj se janë jo të pakët ata që kanë dashur ta kenë. Nga ndryshon një bluzë e një futbollisti zyrtar nga ajo e një adhuruesi të futbollit që e porosit bluzën. A vjen ajo si një bluzë personalizuar, a mund të ndodhë që të ndërhyet deri tek, le të themi, mbiemri, numri, dhe a janë të gjithë këto elementet që ju i prezantuat më sipër, pra që nga slogani edhe të gjitha simbolet e tjera? Po, bluza normalisht është e njëjta cilësi, është një dizajn si e lojtare që është në fush, domethënë është totalisht i njëjti material, çdo gjë, sepse ato janë, domethënë, është përkushtimi dhe cilësia është absolute, nuk diskutohet, domethënë. Dhe ne kemi veçori që ne ofrojmë dhe shërbime, domethënë si stampime, personalizime në çast, domethënë qoftë për dedikime, për dhurata, kryesisht për fëmijë është një dhuratë shumë e bukur, por edhe për miq, për dashamirës të tjerë, domethënë është një personalizim i veçantë që ngel mund ta bësh qoftë me adhurues të futbollit, me lojtarët, me emrin lojtar, por edhe emrin personal. Është një shërbim, një mundësi ekstra, domethënë që nuk ka qenë shumë prezent në Shqipëri. Është një ridimensionim edhe nuk është as pak i kufizuar gjithë secili, të gjitha pretendimet dhe kërkesat që i ka realizohen për sa i përket bluzës së Kombëtares. Megjithatë, ka një numër që është më i preferuari? Ka disa në fakt. Në bazë të numrave të lojtarëve MNZ, për momentin le të themi. Duhet veçuar ndoshta Armando Broja, numri Armando Brojës,
Kërkojnë numrin e brojës dhe kërkojnë emrin e tyre, apo? Të dyja. Apo edhe pluzën e brojës? Të dyja, ose emrin e vetë dhe numrin e brojës, për të marrë pak, ndoshta edhe nga talenti i tij ose nga cilësitë e tij. Por që të dyja janë prezente. Janë më në zë, lojtarët si Broja, Aslani është si që luan dhe sot, që i urojmë edhe shumë fat, është gjithashtu shumë i kërkuar. Por të gjithë lojtarët pa përjashtim janë... Patjetër, i duam të gjithë shumë dhe i duam të gjithë njësoj na përfshiu atmosfera edhe... Jemi shumë entuziastë në Sigurisht, përflasim për kombëtaren dhe të gjithë elementet e saj, zhytemi të gjithë dhe kemi kuriozitet shumë të madh, por nuk ju pyeta me kë bëni tifo sot. Unë jam interiste, kështu që jam them sot. Përveç se kemi arsye të fortë që kemi Aslanin, Interi urojmë shumë fate dhe fitore, absolutisht. Do të festoni deri vonë sot, besoj. Asë në diskutohet, deri në ngritjen e kupës, kështu që... Sidomos tut e Arena Center. Duhet të tekstuar që Arena Center mos t'i marrë pjesën Beatrices. Nuk është vetëm nuk e di një qendër tregtare apo një pjesë për të kaluar kohën, është ndoshta zemra e shqiptarisë. Absolutisht. Nuk ka njeri që është shqiptar dhe nuk do që ta vizitoj Arena Center. Dhe pikërisht për këtë ne kemi zgjedhur të lokalizohemi që të vendosim në Arena Center. Kemi simbiozë me Arena Center, plotësojmë njëri tjetrin, ne ofrojmë shërbimet që i nevojiten, qoftë meqenëse dhe stadiumi, por edhe ajo normalisht na ka ofruar një përkushtim, një dinamik shumë të mirë, domethënë një përkushtim. Po, jam e lumtur ta dëgjoj këtë në fakt. Thash këtu është pa diskutim dhe bijem të gjithë dakord, zemra e festës për eventet sportive nuk ka asnjë vend tjetër në Shqipëri që të jetë në këtë nivel dhe lartësi, por më pëlqeu më shumë si e përcaktove. Si zemra e shqiptarisë, edhe në këtë event special që Vision Plus dhe Tring organizojnë sot këtu, janë absolutisht në vendin e duhur. Blini, do më tregoni pak për kë bëni tifo sot me radhë bashkë edhe me shoqen edhe shokun që ke aty në krah? Mikrofoni është për ju. Unë për mendimin tim jam me Parisin, sepse jam një tifoz i zjarrt i Juventusit edhe Interi nuk më pëlqen shumë si ekip. E kuptova. Urime. Do më ndihmosh pak me shokët të thonë me cilën skuadër janë, si ke emrin? Unë kam emrin Ema. Ema, ti sheh futboll? Unë shoh me babin. Me kë është babi? Babi është me Juventusin. Juventusin babi, që nga me Parisin sot më duket, po? Apo jo? Me kë është sot? Akoma me Juventusin. Me Juventusin vetëm, po s'është Juventusin. Nuk pëlqen një gjë tjetër, vetëm Juventusin. Vetëm Juventus, po mami me kë është mami? Me Juventusin. Me Juventusin familjarisht, e kuptova. Ema të pëlqeka shumë bluza, do me thënë. Qëndrojmë deri këtu. E kalon pak mikrofonin të shoku? Me cilën skuadër je? Me Inter. Me Interin, po emrin do ma tregosh pak? Po. Si e ke? Sion. Sioni është me Interin, Sion kampioni është me Interin. Bravo, Sioni. Urime, Sion. Do fitojmë Sion. Beatrice, faleminderit shumë për të gjitha lehtësirat, komoditetin që keni krijuar për këtë bashkëpunim me Vision Plus dhe Tring. Faleminderit shumë për të gjitha kuriozitetet që na ke shuar, veçanërisht për fanellën tonë të dashur të kombëtares. Ndoshta ka dikush që akoma nuk e di, ne jemi lokalizuar këtu në Arena Center edhe një dyqan tjetër në rrugën e Kavajës. Për të gjithë dashamirësit, sepse shpeshherë na pyesin, bëjnë mira kilometra për të na gjetur, sepse normalisht ne kemi një diasporë shumë të madhe, edhe është me vend që t'ju informojmë që mund të na gjejnë, dhe na rikujtojmë se ku janë në Arena Center, për stadiumit, edhe tek rruga e Kavajës, për panellën e tyre. Besoj pas herë nuk do ta harrojnë më kurrë. Faleminderit. Na duhet të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi me një grup vajzash tifoze, po se për kë bëjnë tifo, do ta mësojmë pas kësaj hapësire, pas pak minutash. Faleminderit shumë Beatrice, faleminderit shumë Hajrit, kënaqësi. Faleminderit.